nëse dëshira është me zbe shtetin, me lodh shtetin, me izolu shtetin, kur t'ja kam ri qëllimit. Ja kam ri qëllimit, sepse Kosova është kur s'ka qenë ma izolume. Kur prej mas luftës s'ka qenë ma izolume. Se na qënë prapë në zjeve, zotë? Jo, sëm qudit heq. Nuk më qudit. A ka kuptim? Kuptim s'ka, por si duket kuptimin e din veç sot Kurti. Eliz, si na po mas zjedhjeve, 67% njerëzve nuk kanë marrë pjesë në zjedhje. Kjo të regon që njerëzit në lodhë, dhe kjo si duket që ata po dënë. Po dënë njerëzit më lodhë, njerëzit e ti nuk lodhën, sepse kjo, të më thoni, ka bugjetin e shtetit, ne i kemi pas zgjedhjet tona, gjithmonë janë kështu fair, kushtimisht me thonë, ka anomalit caktume, po me gjithat janë procese fair, pa probleme, pa dhune, kështu, po me gjithat janë konë të pa barabarta. Të pa barabarta në kuptimin e financave dhe në kuptimet të ndryshme. Të pa barabarta. Kur ti ndonë e qelë thesin, again and again, edhe njëherë, çdo herë kur ka zgjedhje në fushat zgjedhore me shpërnda, dhe me thonë, të mira publike në emër të qeverisë, por në proces zgjedhor, ajo flet të më thonë që ti mund nuk shikon prapë po këthemi të ajo. I përdor të gjitha mjetet për t'i mri qëllimet e tua. Dhe më gëzon fakti që ka një iniciativë sot të IKD-s nëse s'gaboj, sepse mendoj që është koha e fundit që njerëzit të mos mashtrohen, që njerëzit ta kuptojnë. Krejt është në rregull, Kishë me bërkakit iniciativë të IKD-s? Që paraja publike të shkoj tek njerëzit në nevojë. Por paraja publike duhet të shkoj edhe tek njerëzit të cilët kanë dëshirë me u zhvillu dhe ti jep një mundësi dhe një shtys për me realizu një ëndër, një qike re ose një djalë i ri për me qelë një biznes ose për me qelë një portal ose me bu një diçka tjetër. Ti dush me i mundësu njerëzve zhvillim. Nuk është ideja veç me mirë mbajt, dhe me thonë, një kapital edhe njerëzor dhe financiar në mënyrën se si dëshiron ti. Pra ndaj edhe këtu dalojnë fakt edhe qasjet. Qasjet e ide se si qeverisin, dhe më thonë, të majtat e të djathtat, askush nuk është kundër ides që të ketë para në dimenzionin social për t'ju mundësu njerëzve me urrit, por për t'hyrë pastaj në tregt punës, për t'u zhvillu, për t'u eduku, dhe paraja e cila shihet si mundësi vetëm për t'i ushqy njerëzit për t'i mbajtur në stihi edhe për t'i menaxhu në mënyrën që Ky e ka si qëllim çdo, pikërisht kur e përmend se 67% popullit kanë dalë me votu dhe ky e ka qëllimin kjo mu lodh njerëz. Mu lodh njerëz edhe mu lodh edhe njerëz të partive opozitare. Sepse na s'kemi parë që shka zotri Kurti, me shpërnda pushtën altë. Shumë e thjeshtë është shumë. Nuk më një dikush mirë kryeministër kur din që as 50% popullit s'kanë marrë pjesë në garën fer. E tash dush me pyet zotrin. Unë shani kes me qenë ministër. Që janë një pyetje ati, se ai nuk vjen e na thani na po duhet me fol të ditën për to, këtu m'ja bëu. Po flasim si njerëz. Do me thonë, ju për te politike si njerëz, na rrit njerëz me. Shef me ditë. Pra po them, cila është nasia e tij. Ne po ta shtroj pyetjen, se foli me ty foli për te shablonit për fasimin të akronimit politik. Por çata po ta shtroj si pyetje. Çka ka, a ka kuptim kjo? Jo, kuptim nuk ka. Kuptim nuk ka. Edhe unë prapë po them, nëse dëshira është me zbe shtetin, me lodh shtetin, me izolu shtetin, kur t'ja kam ri qëllimit. Nëse që ka qenë qëllimi ti. Nëse qëllimi ti u kam për me izolu shtetin, me lodh shoqërinë, ja ka rrit qëllimit? Nëse qëllimi ti ka qenë ky, po them, ja kam ri qëllimit. Sepse Kosova është kur s'ka qenë ma izolume. Kur prej mas luftës s'ka qenë ma izolume. Ne s'kemi qenë shtet dhe kemi pas shkëmbime, këmbime me akter të ndryshëm ndërkombëtar për krahje të ndryshme. Sot, do më thonë, parat e planit të rritjes sytu kanë shpërnda në për regjion, sepse s'ke pas mundësi.